Horoskopi ditor, e shtunë, 25 prill 2026. Dashi. Me kuadratin diell Pluton të sotëm, të dashur dash, mund të ketë tensione për çështje respekti, pronësie ose metodash. Mund të jetë një kohë kur njerëzit janë të ndjeshëm dhe mbrojtës, dhe mund të mos e pranojnë menjëherë ndihmën ose kontributin tuaj. Mund të ndjeni se po lëvizni në drejtime të ndryshme ose po flisni për gjëra krejtësisht të ndryshme. Mund të jetë më mirë të pranoni që ndjenjat dhe besimet tuaja nuk do të përputhen domosdoshmërisht me ato të tjerëve vetëm për momentin, dhe pastaj të përpiqeni të anashkaloni këtë. Megjithatë, përmes ndërveprimeve intensive, mund të ndjeni motivimin për të qenë më i miri juaj. Gjithashtu, me pak ndershmëri ndaj vetes, mund të zbuloni dëshira që nuk i dinit se i kishit. Kërkoni të dhëna se si ti menaxhoni më mirë burimet tuaja. Demi. Je në një cikël diellor që është përgjithsisht i fortë për tërheqje personale, vëmendje dhe fuqi në përgjithësi, i dashur Dem, me diellin në shenjën tënde. Megjithatë, sot, dielli është në mospajtim me Plutonin. Tensionet të nxitura nga presionet për të performuar mund të lindin nga puna ose konkurrenca. Është më mirë të identifikosh këto gjëra dhe të shmangësh që shqetësimet të marrin përsipër. Ti dëshiron të ecësh në rrugën tënde dhe të lidhesh me dëshirat dhe dëshirat e tua, por mund të ndihesh i vëzhguar ose i bllokuar përkohësisht. Nëse po, rendit prioritetet e tua ose bisedo gjërat me dikë që i beson për të ndihmuar të çlirosh presionin. Sot është veçanërisht e fortë për të kuptuar motivet dhe dëshirat e të tjerëve, edhe nëse ata po bëjnë çmos ti mbajnë këto gjëra për vete. Binjakët. Je në një cikël diellor që është i fortë për të kontrolluar ritmin dhe për të parandaluar mbi ngarkesën, të dashur binjak. Megjithatë, sot, frustrimet ose frikrat e fshehura mund të prishin rrjedhën dhe të ndikojnë në humorin tënd, ndërsa dielli dhe Plutoni formojnë një katror. Do të ishte e mençur të adresoje çështjet e papërfunduara në mënyrë që faji të mos të pengojë një jetë të shëndetshme. Mosmarrëveshjet filozofike mund të përshkallëzohen shpejt. Ki kujdes që të mos i përmbahesh shumë besimeve dhe zakoneve të tua nëse ato po shkaktojnë vetëm frustrim. Merr kohë për të përqendruar dhe për të menduar për mënyra më të mira për të trajtuar situata irrituese, pasi këto strategji do të shërbejnë interesave të tua sot dhe në të ardhmen. Gaforia. Me kuadratin diell Pluton të sotëm, i dashur Gafore, mund të ketë disa tensione, me shumë mundësi për pushtetin dhe kontrollin. Mund të jeni në konflikt rreth asaj se sa të thella janë ndjenjat tuaja për dikë. Kini kujdes për një tendencë për të ngatëruar para ndjenjat me frikën, pasi ekziston një tendencë për të qenë tepër dyshues. Basti juaj më i mirë është të ngriheni përtej lojës dhe të përqendroheni në zbutjen dhe moderimin e impulseve tuaja, edhe kur është shumë joshse të përfshiheni. Merrni parasysh se njerëzit mund të jenë temperamental në kushtet aktuale, përfshirë edhe ju. Një pjesë e juaja mund të tërheqë ose të tërhiqet nga një nivel drame nëse nuk jeni në kontakt me atë që dëshironi vërtet. Megjithatë, ndërsa dita përparon, është shumë më e lehtë t'i lini gjërat të vinë. Luani. Je në një periudhë veçanërisht të orientuar drejt qëllimeve, i dashur Luan, me diellin që aktualisht po kalon nëpër shtëpinë tënde të 10 diellore. Mund ta trajtosh këtë kohë si një lloj pike kontrolli për performancën dhe arritjet e tua. Sot, marrëdhëniet e ngushta dhe çështjet që lidhen me karrierën mund të jenë të rënda dhe të ngarkuara me një katror diell Pluton. Shqetësimet mund të dëmtojnë vendimmarrjen e sigurt dhe njerëzit mund të jenë kokfort. Për momentin, mund të jetë sfiduese të kthesh faqen tjetër dhe e vështirë të shohësh një rrugë të drejtë drejt qëllimeve të tua. Konsidero planifikimin e lëvizjes tënde të ardhshme në vend që të shtysh përpara agjendën tënde tani, kur shanset për të arritur qëllimet e tua janë përkohësisht të ulta. Mund të punosh për ta çuar jetën ose marrëdhënien tënde në një ekuilibër më të mirë ndërsa ecën përpara. Virgjëresha. Me kuadratin diell Pluton të sotëm, pasigurit mund të duken sikur shfaqen nga askund, virgjëresh e dashur. Këto mund të jenë reagime të vonuara ndaj ngjarjeve të fundit nëse keni punuar në autopilot dhe nuk i keni përpunuar ndjenjat tuaja. Presionet për të përmbushur qëllimet shëndetësore dhe të punës mund të jenë në rrënjë të tensionit, pasi edhe ju doni të eksperimentoni me ide dhe projekte të reja, por nuk mund të gjeni hapësirë për të gjitha ndjekjet tuaja tani. Synoni të përdorni rezervat tuaja të vetë kontrollit dhe të kanalizoni energjitë tuaja të konsiderueshme në diçka të dobishme për ju. Gjithashtu, merrni në konsiderat thjeshtimin e gjërave nëse keni marrë përsipër shumë.
Më vonë sot, hëna hyn në shenjën tuaj për një qëndrim prej më shumë se 2 ditësh dhe po filloni nga e para në një nivel emocional. Po dilni gjithashtu nga guaska juaj. Peshorja. Katrori diell Plutoni sotëm mund të tregoj shqetësime ose mosmarrëveshje që lidhen me dinamikën e parave dhe pushtetit, ndarjen ose nivelin e intimitetit të dashur peshore. Nëse ndiheni në borxh ndaj të tjerëve në mënyra që ju frustrojnë, ose nëse dikush duket se mbështetet tek ju pa ju kthyer, është më mirë të planifikoni se si ti menaxhoni gjërat. Shtytja për një zgjidhje të shpejtë për një problem kompleks dhe të gjatë mund të jetë një mësim për frustrimin sot. Shmangia ose ngritja mbi një fushë problematike mund të kërkojë shumë punë. Sidoqoftë, synoni të jeni selektiv në lidhje me atë që lejoni të zërë vendin qendror në kokën tuaj tani. Akrepi. Me kuadratin diell Pluton të sotëm, i dashur akrep, përpjekjet për të bërë paqe mund të përfundojnë duke u përpjekur të provoni veten, gjë që nuk i ndihmon askujt. Mesazhet e marra sot, qofshin verbale apo jo, duket se janë kontradiktore. Njerëzit në jetën tuaj mund të duken pak kontrollues. Mund të frustroheni kur një mendim nuk kuptohet ose keq kuptohet, ose mund të ndiheni veçanërisht të shqetësuar dhe të gatshëm të largoheni diku larg nga gjithçka, vetëm për ta gjetur veten të bllokuar emocionalisht. Dëshira për shoqëri është reale, por ka shumë për të zgjidhur në botën tuaj të brendshme, dhe ndoshta pak hapësirë është ajo që ju nevojitet më shumë sot. Mund të ketë një ndjenjë konkurruese ose të tensionuar, por përmes saj, kërkoni mundësi për të rritur dhe për të shkëlqyer. Vetdia është e dobishme me energjitë e vështira që nxisin frikën e humbjes së një pozicioni, etikete, titulli ose personi. Shigjetari. Energjitë e sotme mund të jenë pak të tensionuara në gjysmën e parë të ditës, i dashur shigjetar, me një katror diell Pluton. Mund t'ju duhet të punoni për të ndjerë të fuqizuar duke jetuar këtu dhe tani. Nëse punët tuaja të përditshme po dalin jashtë kontrollit tuaj, presionet mund të shtohen. Shmangni situatat e tepruara me mendimet, veçanërisht nëse kjo nuk ju shërben mirë. Nuk është koha më e mirë për të fituar një avantazh dhe ekziston një tendencë e vërtetë për të vepruar në mënyrë kompulsive ose për të krijuar male nga pirgjet e dhellë. Mund të jeni të shtyrë të arrini të vërtetën e një çështjeje ose të gjeni një përgjigje për një problem, por kjo mund të vijë me koston e kohës, energjisë dhe ndoshta më e rëndësishmja, shpirtit. Mund të ketë agitacion për shkak të vonesave në komunikim ose transport, por padurimi vetëm sa do ta përkeqësojë problemin. Mësoni nga ajo që duket se po shkakton frikën ose frustrimet tuaja, por synoni të punoni për të arritur në një gjendje mendore më paqësore dhe më të vetmirë. Megjithatë, është e mençur të njihni ndjenjat intensive që shfaqen tani, jo për të vepruar mbi to, por për të vëzhguar dhe mësuar. Bricjapi. Me diellin në shtëpinë tuaj të 5 diellore këto ditë, i dashur bricjap, është e rëndësishme të gjesh kohë për rekreacion. Megjithatë, shpreha e vetes me fuqi dhe pozitivitet nuk është aq e drejtë për drejtë sot me një katror midis diellit dhe Plutonit. Me këtë ndikim, nuk është aq e lehtë të pranosh ndryshimet ose të lësh gjërat të shkojnë me mirësjellje. Paratë dhe vlerat themelore mund të jenë tema të ndërlikuara tani. Synoni të jeni fleksibël dhe të vetëdijshëm për përgjigjet automatike ndaj të tjerëve ose situatave frustruese. Përndryshe, frika e humbjes së respektit ose një pozicioni mund të dominojë. Përpjekja për të imponuar një problem do të çojë vetëm në frustrim sot, prandaj merrni në konsiderat mënyra për të çliruar tensionin ose pakënaqësinë në mënyrë produktive. Ujori. Është një kohë përgjithsisht e mirë për të përqendruar dhe për të mbështetur në tokë, i dashur ujor, pasi jeni në një cikël diellor që favorizon furnizimin me energji dhe ndërtimin e vetbesimit tuaj. Megjithatë, sot keni kujdes për një tendencë për të zmadhuar ose për të fiksuar pas problemeve, pasi dielli është në katror me Plutonin në shenjën tuaj. Konsideroni se shtytja shumë e vetes dhe stresi që rezulton nuk do t'ju ndihmojnë. Synoni të jeni më të qetë me veten. Gjithashtu, përpiquni të shmangni lojrat e pushtetit dhe të mbështeteni në modelet e vjetra negative të marrëdhënieve. Mund të dëshironi t'i bëni gjërat sipas mënyrës suaj, dhe kjo mund të shkaktojë disa valë. Megjithatë, mund të lëvizni drejt një kuptimi më të madh të njerëzve të rëndësishëm në jetën tuaj dhe emocioneve tuaja nëse i kushtoni vëmendje. Peshqit. Me kuadratin diell Pluton të sotëm, të dashur peshq, ndjenjat e fshehura të frustrimit ose fajit mund të shfaqen dhe të prishin rrjedhën derisa t'i zgjidhni ato. Mund të ndiheni të mbingarkuar nga gjërat që duhet të bëni, të cilat ju pengojnë të ecni përpara në fushat ku qëndrojnë vërtet interesat tuaja.
Duhet të shmanget të ndaleni të problemet që janë përtej kontrollit tuaj. Jeni veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndërprerjeve, shqetësimeve dhe njerëzve të vështirë sot, dhe mund të ketë kuptime të dy fishta në biseda. Synoni të përqendroheni në problemet e zgjidhshme në botën mendore ose mekanike për të çliruar energji në mënyrë konstruktive. Në këtë mënyrë, i jepni vetes kohë për t'u qetësuar. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.